Nuk është për të marrë pjesë 1-2 veta. Kjo protestë duhet me një numër shumë të madh. Ju mendoni se duhet kishte një pjesëmarrje më të madhe? Më të madhe, por çdo gjë, jo vetëm për këtë. Po neve të na shkoj thika në palc edhe ne prap nuk ngrihemi. Unë nuk ngrej njëri me zor, por ama unë i mbështes. Sepse çdo gjë është prapsi. Nuk mendoj që po flasin sot për të qeveri edhe do na vjen nesër me sa i grimi partijista. Ju jeni si e vlerësoni sistemin Jo shëndetësor, po të gjitha sistemet. Për të gjitha. Për arsimin, a për këdo. sistemi shëndetësor. Sistemi shëndetësor, për tur. Për tur. Jeni vetë pacientë, keni ndonjë të afër? Motrën time, ka hequr gjoksi. Vozisi në kryeqytet. Me kancer të gjirit. Si ka shërbimi shëndetësor? 5 makina. Vetëm se t'ishte jashtë, se këtu nuk fiton shërbim Po shëndetësor. trajtohet jashtë. Prin tender që të Nuk lajë trajtohet makinën e jashtë, tyre këtu çdo po ditë. vetëm mandete ishte që gjente nga ta puri, mamat e që i do. ditë që kaluar. Përballet Dhe do me na vështirësi. thonte me shumë një vështirësi. ditë të kursemit. Të çfarë lloji? Kam edhe Larjen e motrën në makinës, Greqi, po që një ajo pajisje falë më shumë Zotit të ndodhe e në ka spitalet hequr e shumë Zotit. mirë atë operacion. 39 Ka tjetër barna. mjekësia, megjithëse ne refugjat në vendet Që të luftojnë tjera, tumorin. prap sëmundjet ta ndeshërojnë vendet më mirë se këtu që europiane. jemi shqiptar brenda shtetit Dhe drejt. 39 barna të tilla mungojnë në shërbimi më i spitalin mirë tonë. shëndetësor. Nuk rimbursohen. Patjetër. Paguan taksë Ka gjithë mundësi jetën. Nga Të zuri nga të gjitha. Okej, shumë. halli. Edhe unë Zuri flas se jam bicikleti, pensioniste, se po t'isha në 39 barna punë e nuk i kisha rimburson fshirë. shtetin. Ndonjë Do mesazh për duhet Ministrinë futesh e në kredi. Shëndetësisë? As dua të shohim gjithë të pjesëmarrja jonë dhe ti dëgjoj të gjitha këto që ose të shikoj gjitha lajmërimet e tekjeve sa vdesin sa cilësojnë vit me sëmundjen e kancerit. E vetëm janë mënyrë të dashur miq, e vetëm janë mënyrë të dashur qytetarë.